Çelësi I parë dhe më I rëndësishëm është pranimi. Të pranojmë çdo gjë që na vjen në jetë. Sepse shumica e stresit që na krijohet na vjen sepse ne rezistojmë, ne luftojmë me atë që po na ndodh, ose I friksohemi asaj që po na ndodh, ose asaj që do na ndodh. Por nëse ne mësojmë të dallojmë se çfarë mund të kontrollojmë dhe çfarë ne mund ta qetësojmë veten tonë, atëherë kjo do na ndihmojë shumë që ta gjejmë qetësinë e shpirtit. Për shembull, ne nuk mund ta kontrollojmë motin, nuk mund të kontrollojmë trafikun, nuk mund të kontrollojmë opinionet e njerëzve, por ne mund të kontrollojmë reagimin ton në këto situata.